Pas kërkesave të shumta nga qytetarët, dyqani i njohur Il Camino është rihapur në qytetin e Vlorës, duke sjellë sërish cilësinë italiane të ndërthurur me një shumëllojshmëri të pasur produktesh dhe koleksione të reja për çdo stil. I pozicionuar në një nga zonat më të aksesueshme të qytetit, në bulevardin Vlorë-Skel, pranë Konat dhe bllokut të banimit afër ish Kolegjit Universitar Pavarësia, dyqani synon të jetë një pikë referimi për të gjithë ata që kërkojnë stil, cilësi dhe çmime të arsyeshme. Il Camino rikthehet këtë herë me një administrim të ri nga Edlira Tahiraj, e cila më parë ka qenë vetë kliente e dyqanit. Ajo vjen si sipërmarrëse, duke sjellë një frymë të re dhe një përkushtim të veçantë ndaj kërkesave të konsumatorëve vlonjat. Dyqani ofron një gamë të gjerë produktesh, këpucë elegante, atlete sportive, sandale verore, çizme, si dhe çanta për vajza dhe gra, por edhe modele atletesh për meshkuj. Koleksionet përfshin mbi 170 modele të ndryshme, duke mbuluar çdo stil dhe moshë, me fokus te tendencat më të fundit të modës. Ceremonia hapjes u zhvillua pas ditën e së shtunës, ku morën pjesë 10 klientë të ftuar. Atmosfera festive u shokirua me urime dhe mbështetje për sipërmarrjen e re. Edlira Tahiraj falenderoi të gjithë të pranishmit dhe theksoi se rikthimi i Il Camino erdhi si përgjigje ndaj kërkesës së vazhdueshme të qytetarëve. Il Camino në solla në Vlorë nga kërkesa që ka pas nga qytetarët dhe qytetarët tona vlonjate. Duke nisur edhe nga ana ime, nga përvoja ime, që kam qenë kliente gjithmonë, edhe vendosa që ta risjell në Vlorë, pasi ka qenë para disa vitesh. Kemi një koleksion për 160-170 modele të ndryshme, në verore, pranverore, për mbrëmje, për përdita, për meshkuj, të reja, mosha më të mëdhaja. Kemi dhe shumë modele të çantave, modele të reja, koleksion i ri, siç që përshtaten edhe kombinojnë me të gjitha me të mbrëmjes, me shapkat, me sandallet. Një nga pikat më të forta të dyqanit mbetet raporti cilësi-çmim. Produktet karakterizohen nga materiale cilësore, përfshirë lëkurën, ndërsa çmimet konsiderohen mjaft ekonomike. Për më tepër, në kuadër të rihapjes, ofrohen ulje deri në 40% për të gjithë klientët. Cilësia është cilësi e lartë, kemi edhe lëkur. Çmimet janë shumë ekonomike, që mund të jenë të përballueshme nga të gjithë. Edhe meqense për hapet tani, kemi dhe ulje çmimesh që fillojnë 20, 30, 40% ulje për të gjithë klientët në shumicat e llojeve dhe të modeleve që kemi, që ofrojmë këtu në Vlorë. Ju mirëpresim me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri në Il Camino. Mund të vini të shikoni, të provoni, është free, pa stres, pa se mund të blini. Përveç blerjeve fizike, tashmë klientët kanë mundësi të porosisin edhe online, duke bërë përvojën e blerjes më të lehtë dhe më të aksesueshme. Online mund të porosisin vetëm këtu në Vlorë. Në Vlorë mund të porosisin online, në ofrojnë po. Vetëm në Vlorë online. Me sezonin veror që po afron, Il Camino premton oferta të vazhdueshme dhe koleksione të reja, duke synuar të mbetet një zgjedhje e preferuar për stilin dhe komoditetin në qytetin bregdetar. Qëse është dyqan i ri, kemi shumë oferta, meqense edhe sezoni veror po vin, kemi shumë llojshmëri modelesh. Kështu ju mund të vini të na vizitoni nga afër, edhe të provoni. Ndodhemi pas Konadit, gjitur me bar vegë. Rikthimi Il Camino në Vlorë vlerësohet edhe nga qytetarët, të ftuarit dhe klientët besnik. Ta gëzoj dyqanin në i vaft të mbar. Urime, edhe dalë pak që barë me punë. Ju uroj, kaloni sa më mirë dhe urime, ketni më shumë suksese në jetë. Gjithë të mirat. Në një qytet si Vlora, ku stili dhe prakticiteti ecin krah për krah, rikthimi Il Camino shënon jo vetëm rihapjen e një dyqani, por edhe një mundësi të re për qytetarët e Vlorës që të zgjedhin cilësi dhe elegancë me çmime të përballueshme. Në një vizion të freskët, përkushtim ndaj klientit dhe koleksione që ndjekin ritmin e modës, Il Camino synon të rikthehet fuqishëm si një pikë referimi për çdo sezon.